Hello. Jam mirë se vini në një vlog tjetër këtu në aeroport. Siç po shikoni, jam në aeroportin Nën Tereza dhe gjeni se ku jam duke ik. Jam duke udhëtuar. Dhe për herë të parë jam edhe vetëm me Bukra, vetëm sa për informacion, do hypi për herë të parë në avion. O, lale sa njerëz që ka. Fakti që duhet bëj zigzag këto budalliqet, ma heq trurin. Nuk e di pse s'futëm direkt drejt vëlla. Nuk e di. Hajde, prapse prapu. Ta bëj. Okej. Tani kolova skanimin dhe tani ka ngel do bëjmë këtu pjesa e pasaportave. Okej. Çuditshëm për herë të parë. Po maj kamerën këtu poshtë se nuk lejohet. Shifëm në aeroporti. Të keqen. Shifëm çka ka këtu në aeroport? O, të keqe, dësha marrë tu me lujt, amigo. Gjithë të lojra. Herës jetë do vi një 5 orë para, plaku vetëm me rënit me rarë tu me lujt. Sa super. Super. I kalum që të gjitha me sukses, me skanime, me doganime, me check-ine, me qa drejt që janë. Tani thjesht, do ikim poshtë, do ikim për në Athinë. Ja, dhe aeroplani im, ai është aeroplani që do marrun. Tani do të me ikë direkt i poshtë vëlla nga zbritja këto. Ose di fare, se ku jam të ikë një zot e di. Për zotin. Mos po di ku me ja këtej ma tanë zbritja dhe kem. Mi amigo! Sa njerëz. Aeroplani, se thash aeroporti. Okej, ka ardhur pa me hyp në avion tani plakon. Damn, bro. Today we're going to leave our stand here actually a bit ahead of schedule, expecting a flight time of 55 minutes today, cruising at 37,000 feet in good flying conditions. The weather at Athens at the moment, some light wind from the west, clear sky, temperature of 4 degrees Celsius. But I'll leave you now in the capable hands of my cabin crew who's going to show you the safety features for this aircraft. Please pay them your full attention. In the meantime, make yourself comfortable on board. We hope you enjoy your journey with us and we wish you a pleasant flight. Welcome on board Wizz Air. Set çanta, ose yüz marakash. Okej. Tani kena zbrit nga avioni, edhe që nga ndryshe si nga Rinësi, sepse fuske kështu me i tunel. Interesante, nice. Ja këtu tani, duke e zbritur. Sa për përshëndetim një fans, edhe unë tërkoj jam shqiti si vlogun. Tani, jam të zbrit nga këto shkallët tu, interesante tepër, e qenë. Tani du t'ikim banjo pa. Gjithë banjo. Okej. Tani jam ulur këtu në aeroportin e Athinës dhe jam duke pritur që të vi kushëriri, të vi të më marri, të shkojmë të shtëpia, të lë valixhen, çantën dhe nuk e di se çfarë do bëjmë sot, me shumë mundësi do dalim, por nuk e di. Deri tani pjesa e avionit, që pjesa që thash kam frikë kështu, vetëm ja frikë që kisha ishte vetëm kur unis, që ishte pjesa e parë e fillimit, pastaj kur rrinte sipër aty kishte një turbulencë, më dukte vetë sikur isha në autobus, kishte ato si rruga Tiranë-Durrës që është me gropa. Kjo ishte. Kështu ishte gjitha. Se ku më ka fut kushëriri plako, një zot e di, po eci vet, ka valixhe këtu poshtë, për kokër qefit. Ka i parkinga të mbrapa po bie dielli është, hajt më. E kështu, se ku më ka fut nuk e di, po më thot do fusim, do ikim metro, pastaj në autobus, ku dëgjoj se çon ngatroj. Lesh për shesh, por rëndësi ka ideja që do ikim në shtëpi, do lë këto gjonat e do ikim dal direkt. Okej?
Se ku jam këtu. Zotë e madhe, di, po më duke se është pjesë aeroportit kjo. Interesante duket. Masja gjysore, ku gjohën, tu prit metron. Se ku kena arë tani, kemi një vend këtu ku mbrapa me tani është i park. Po më pëlqet tepër, dhe para me janë ca gjëra interesante. Ta shikoni. Por do ikit lë një gjërat në shtëpi, tani. Dhe mas shtëpis, do të çon domethënë edhe valizën, do ikit hajbuk, okay? Shikoj. Keni parë pas keni parë, po si puna ime vëlla s'keni parë për shembull. Jam me supermarketet, me valizhe, me çantë, me gjitha plagoj, po jam ekstremist, për zotin jam ekstremist. Jam për çdo flokët, okay, më mirë tani. Nuk e di vëlla, nuk di ç'a të them. Shko këtu, shko atje. Duke sikur rruga për të shtëpia, domethënë që do shkoj, është shumë kilometrike. Duke sikur ka i fillim, po s'ka fund. Shpresoj që të gjejmë fundi së shpejti. Okej, kam shku te shtëpia. Kam lënë valizhet, edhe tani kam marrë me kushëririn këtu në një lokal që do hajmë darkë. Kam marrë këtu me kushëririn se do hajmë drekën dhe Okej, tani kena dal nga restoranti, kena hongër buk dhe jam këtu me një pedonale. Se që shikoni mrapa meje, me një pedonale shumë të bukur. Tani duhet t'ju tregoj një gjë shumë të bukur. E shikoni ata atje sipër? Aja atje sipër është i famshmi Akropoli. Gjë e cila tani jam afër saj, por kur të shkoj atje, ta dini që do bëj video. Prandaj aktivizoni zilën për butonin subscribe dhe jepini gaz. Okej, si që pa do më thënë, jemi duke shkuar sipër të Akropoli dhe qikojmë do më thënë gjithë Athinën nga Akropoli e poshtë edhe të bëjmë një foto aty që ta hedhim në Instagram, okej? Se që bëhet tu para, gjithë të njerëz, po më duket se këtu, si që më sa dhe kushëriri tani, këtu është teatri i Dionisit, për ju që se dini zotat grek, që janë një 11 copë, sa janë 7 copë, nuk e di mirë, ai zoti Dionisi, do të thënë, në mitologjin greke, është zoti i pijes dhe i dashurisë, dhe këtu është teatri i tij, okay? Interesante. Atje sipër është Akropoli, atje sipër do ikim ne. Shikojeni se çfarë pam, jo miko. Gjithë kjo gjë e bukur për zotin. Akropoli më burr, çfarë prisi. Po e bukur është një pjesë e kësaj që është këtu, është tek ajo kodra timatan. Interesante për zotin. Shive, edhe gurët i kanë rrujtë të dak. Imagjino të ishte kjo gjë në Shqipëri. Në kishë marrë gurët i kishë shitur plek. E shikoni këtë pamjen e bukur këtu mrapa? Po do të thënë, akoma si mi ngjit sipër fare në majt Akropolit, edhe duket gjithë Athina gati. Imagjinoj se sa bukur, Hera parë që vi në Athinë, e deri tani jam shumë i kënaqur, shpresoj që edhe ju t'jeni i kënaqur. Hajde ikim sipër të Akropolit. Tha që do ikshim direkt te Akropoli. Po rrugës për Akropoli ka i super mega teatr këtu, si amfiteatri Durrësit i Apollonisë Fierit, e nuk e di se ku, edhe në Butrint, më duket se ka si kjo, shumë bukur. Ja dhe Akropoli nga kjo pjesa këtu, ku jemi duke ngjitur, se shikoni ky është Akropoli i famshëm i Athinës, pamje shumë e bukur plako. Po duhet të më fut atje mrena, edhe të shikojmë domethënë Athinën që është atje, po tani s'duket se jam pego ky guri, gardi, pema këta. Okej, jemi duke futur tani mrena Akropolit. No way, bro. Kjo është sik fare. Që sa i bukur është. Nxia jetën plako. Çfarë perle. Ja, si qa perle odek. Si qa perle. Edhe më në fund arritëm tek gjëja më e bukur që ka Athina. Në fakt kjo këtu nuk quhet Akropoli, por Akropoli quhet gjithë kjo pjesa këtu e gjithë kodra, ndërsa kjo këtu quhet Pantheneus mos gabofsha. Është perl. Vetëm turista sa ka këtu, imagjino. Nuk e di çfarë them, kam ngel pa fjalë për vete. Nuk po më vjen fjalë tani. Tani
është perl, nuk e di çfarë. Shife se çfarë pamje. Po. Ja, pjesa tjetër e Athinës. Është ofruar pak erë, edhe po mprishën flokët, edhe tek fotot që kam bërë nuk kanë dalë flokët aq mirë, por rëndësi ka ideja që është super. I pami këtu me Akropoli mrapa, është perl. 2 hours later. Doni këtë pjesën këtu? Pasi kena ikë tani nga Akropoli, ose jena akoma në Akropoli, por nga jo Pantheus, se ka emrin. Jemi këtu tani në një rrugit, do të thonë një lagje me rrugica të vogla, ku duket fiks si Gjirokastra. Kush ka shkuar në Gjirokastra e dini se si duket, është shumë bukur si këtu, si këtej matan. Është thjesht perl. Like subscribe mos harroni. Çfarë është kjo këtu mes rrugës, nuk e di, po interesante që nga. Lasi Tallavaja, edhe ku ka Tallava, është Leo. E mytën. Super. Mirë, ka i gjë, se unë thash Tallava, po nuk ishte Tallava, se ashtu dëgjonte nga larg. Po, okay, pa e korrigjoj, nuk ishte Tallava, thjesht ishte muzikë me instrumenta, po shumë e bukur. E tani nuk e di se ku jam të shku, thjesht për të më thot kush ja, hajde ikim këtu, ikim atje, ikim atje. Nuk e di, do të më hap aplikacionin e hapave dhe me pas se sa hapa kam bërë deri tani. Jam shumë kurioz. Bosi o vlla, ku po shkon a bër? Ku po 3 metra rrok, sa është 4 metra, i nxiu jetën vlla. O ky, ne ka parë, ky ka 2. Tani jemi duke ecur këtu tek Pedonalia, që përpara nesh është parlamenti i famshëm i Athinës, ku në greqisht ky Pedonale quhet Platia, okay? Edhe po, ka shumë gjëra interesante, muzikë, klona, ku dëgjona vlla, Daullxhi, man, lloj. Ja, si s'po dëgjoni domethënë? Plasi Daullja. Oba. Vini gosta një aty tifuzit i belly dance. S'kisha parë, po të bësh, ua, dak, e ka qa. Art me qenë, do më thënë, art me rër, gjë e cila ka skulpturuar qenë. Bravo. S'kisha parë, po të bëhet protest me koncert, vetëm këtu në Athinë kam pa lale. Imagjino, kanë dalë për Palestinën në protest, bosi është të plu. E nëzia jetën. Dhe këtu parlamenti famshëm grek, që këtu vinë bëjnë protesta, si që aty mrapa i protest, me koncert. E të keqen. Pra jam protesta kështu, modelet e funit o 2029. Ja, dhe parlamenti famshëm i Athinës, i bukur është drejqe. Ja, dhe tramvaj, jo nuk është tramvaj, është metrobus. Interesant. Edhe autobus Ducat shtu për Athinën. Metrobus i vjen prapë këtej mrapa. Shumë interesant. Miko kam me na arrestu këta. Sa erdhon ditën e parë në Athinë, direkt forcat speciale. Po shikoni domethënë parlamenti grek këtu dhe po ti shikoni. Këto janë ato që janë si ta them, nuk e di se si mund t'i quaj unë këta, ushtarët. Këta janë ushtarët që ruajnë parlamentin. Ma është gjë shumë e bukur. 2 hours later. Okej, tani ka kaluar një çik si shumë kohë dhe është bërë darkë, është ora 9 e darkës, këtu në Greqi, ndërsa në orën e Shqipërisë është ora 8. Dhe kemi ardhur me një lokal që këtu mrapa shikohet e gjithë Athina. Është super. Kemi ardhur këtu, do hajmë darkë. Do ju tregoj më vonë kur të vi si çfarë do haj për darkë, okay? Okej, tani erdhi ushqimi, kena marrë një pica. Nuk e di me çfarë kena marrë. Me çfarë kena marrë picën? Pica është me... Po ju... Kena marrë pica, kaj. Kjo është bacon. Okej, bacon. Trufa, thuhet, kjo është një kështu nga... Se del në kozan, është... Një bim, gjethe. E merr nga toka, është shumë e shtrenjtë, është edhe del vaj nga ajo. Kjo manerë. Okej. Edhe me djath mozzarella. Me djath mozzarella, me bacon edhe me një lloj
që është si një lloj bime në Greqi. Edhe kushëri ka marrë një gotë alkool, si quhet? Apero quhet, ndërsa unë kam marrë një gotë verë. Edhe ku mos shijoj kjo lloj vere me këtë lloj pamje. Thoni më. Tani do hajmë buk, edhe më vonë nuk e di se çfarë do bëjmë, po më shumë se mund të ikim në qendër të Athinës përsëri. E shikojmë se çfarë ka aty në eveniment në një gjë të bukur, okay? Kemi dalë nga restoranti që ishim në kat të 24 atje sipër dhe kemi dalë këtu në pedonale tani. E siç po shikoni aty sipër, është Akropoli i ndriçuar komplet. Ndërsa këtu, direkt në të majtën time, është një ngjashme si Akropoli, po më e vogël, ku do ja tregoj tani. Siç po shikoni domethënë, ja ta lëjmë ata këtu. Si që pa do me thënë, është shumë e ngjashme me Akropolin, që është atje sipër. Vetëm se Akropoli është më i madh, kjo është si një kopje, edhe shumë më e vogël. 5 minutes later. Hola muchacho, gjeta veten time këtu. Ua, gjeta vetën time kur pasha ta aty vlla. Vdes për këto kërcimet spanjolle, meksikane, çfarë janë këto. I kam shumë qef, vetëm se s'di mi kërcy, ky është problemi. Ja, i kam shumë qef ta. I kam shumë qef. O dak, nuk e di, janë shumë bukura. Nuk e di. Shikojeni videon, shikojeni sepse ka vetëm surpriza. Imagjino, unë thjesht heci, dalin gjëra interesante, thjesht nxjerr telefonin e filmoj, sepse nuk e di se çfarë do ndodhi, kupton? Thjesht dalin gjëra wow, surprizë. Edhe unë po surprizohem. Nuk e di. Shikojeni deri në fund, ë. Si që tha, surprizat s'kan të mbaruar. Ja. Edhe këtu si, ja, Cuba Libre thot aty. Restorant nga restorant latin. Damn bro, nuk e di vlla. Do shka marrë me jetu këtu unë plako. Vdesu për kështu lloj gjonash. I kam shumë fiksim. Keni pa, po si kjo këtu s'keni pa në njerë vllai. Shifeni vlla. E kam bërë kështu për këto që quhen Disneylandit, kupton këto kukullat e Disneylandit. Ja t'ja kthej kamerën e shikojeni më mirë. Barbardha me xhuxhin, dreri vogël. Nuk e di plako, shive. Është thjesht wow. Po më shumë e pasa bërë për barbardhën, me moll, me barbardh. Yeah. Me kjo Bambi, tani po më kujtojnë emrat e këtyre, nice. Shta xhuxhat e kam bë super. Damn bro. Edhe këti nga ana tjetër, se harrova me ju a tregu, po një lloj, shifeni sa bukur është e. Ja vazhdon këtej matan, jo dak e kanë nxije që sa bukur o dak. Ja, e kam bë perfekte. Shive. Ja. E kanë bë super fare. Nuk e di, erdha në Athinë, kam ngel pa fjalë. Nuk di ç'a të them vlla. Ku nuk kam shku, kjo edhe është dita parë. Më e bukur, është dita parë. Imagjino kam për të nejt goxha ditë. Nuk e keni ide, ne? Super. Nuk di ç'a të them. Dhe një dyqan tjetër i çuditshëm, i cili quhet Daklin, edhe ka vetëm rosa, pa ata kështu gjonash që shesin. Nice. Kena dhe këto lloj format e tjera këtu më tanë. Shumë interesante. Shumë interesante. Imagjino dhe bluzja është po ashtu.